Tifozët e Vlorës kanë zhvilluar një protestë para ditën e sotme përballë stadiumit Flamurtari nën moton Legjenda nuk vdes kurrë. Protesta paqësore e ekipit të Flamurtarit si dhe 10 tifozë ka qenë e konceptuar edhe në nuancë festive të përfshira nga fishek zjarre, brohoritje, daulle dhe buri dhe ka zgjatur për rreth 30 minuta. Qëllimi i kësaj proteste sipas përfaqësuesit të flotës Kuqezi, Arbër Breshani, për të bërë të ditur të gjithë opinionit publik se ndërtimi i ekipit të Flamurtarit vetëm me lojtar vlonjat për momentin është i gabuar pasi kampionati starton shumë shpejt. Ndërkohë tifozët i bëjnë thirrje drejtuesve të ekipit të Flamurtarit të punojnë më shumë për ta nxjerrë kampion Flamurtarin dhe jo vetëm të mbijetojë. Sipas tifozëve të gjithë janë dakord dhe mbështesin këtë veprim, por problemi qëndron në faktin se momenti nuk është i dukuri. Sipas tyre ekipi më parshëm premtonte shumë për këtë kampionat dhe nuk duhej shkatëruar në momentin e fundit. Tifozët shprehen se ky vendim me ekipin e Flamurtarit duhej finalizuar me kohë dhe jo të zëvendësoheshin lojtarët afër datës së kampionatit. Protesta është ndjekur nga afër dhe nga shërbimet të policisë, por nuk ka patur asnjë incident.